Sot do të eksplorojmë një nga kapitujt më të jashtëzakonshëm dhe pak të njohur të drejtësisë mesjetare, gjyqjet përmes ordalisë, rituale në të cilat burra dhe gra vënin trupat e tyre në provë përballë zjarrit, ujit të valuar dhe luftimit, me besimin se Zoti do të zbulonte të vërtetën atje ku njerëzit nuk mund ta arrinin. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Në mes të shekullit të 9, në zemër të Evropës, mbretëria e Lotaringisë qeverisej nga një mbret i ri i quajtur Lotari I. Si shumë monark të kohës së tij, Lotari mbante përgjegjësinë për të garantuar vazhdimsinë e gjakut të tij, një çështje që shkonte shumë përtej sferës familjare dhe prekte vetë stabilitetin e mbretërisë. Dhe ishte pikërisht në këtë pikë që jeta e tij filloi të ndërlikohej në mënyrë të pakthyeshme. Lotari ishte i martuar me një grua fisnike të quajtur Teutberga, por bashkimi nuk prodhonte fëmijë. Në një shoqëri ku pjelloria shihej si bekim hyjnor, mungesa e një trashëgimtari vënte në rrezik të ardhmen e të gjithë mbretërisë. Lotari mbante një marrëdhënie me një grua tjetër, një dashnore të quajtur Valdrada, dhe dëshironte të martohej me të. Për këtë, ai duhej të loshej nga Teutberga. Në mesjetën e hershme, e ashtu quajtura monogami serike, praktika e një fisniku për t'u divorcuar nga një grua për t'u martuar me një tjetër, nuk ishte saktësisht e rrallë. Megjithatë, rasti i Lotarit mori një drejtim tjetër. Vëllai i Teutbergës, Hugberti, u kundërshtua me forcë ndaj divorcit dhe kisha gjithashtu mbajti qëndrim kundër. Ajo që mund të kishte qenë një çështje e zgjidhur në pak muaj, u shndërrua në një proces të gjatë gjyqësor pa precedent në Evropën mesjetare. Për të forcuar rastin e tij, pala e Lotarit akuzoi Teutbergën se kishte kryer incest me vëllain e saj, gjë që do të kishte shkaktuar zemërimin e Zotit dhe do ta kishte ndëshkuar atë me sterilitet. Ishte një akuzë shkatërruese, por kishte një pengesë themelore, bëhej fjalë për një krim të fshehtë, pa dëshmitar që mund ta konfirmonin ose ta mohonin akuzën. Në këtë moment, historia merr një kthes që na çon në bërthamën e temës së këtij dokumentari. Përballë pamundësisë për të paraqitur dëshmitar, Teutberga ju drejtua diçkaje që te i kalonte drejtësinë e njerëzve. Ajo ju apelua drejt për drejt Zotit. U ofrua t'i nënshtrohej një lloj të veçantë gjyqi, një procedure që mesjeta e njihte shumë mirë dhe që e pranonte si një instrument legjitim të zbulimit të vërtetës hyjnore. Dhe duke qenë se ishte një grua fisnike, tradita e lejonte atë të caktonte një kampion për të përballuar provën në vend të saj. Kështu u bë. Rituali filloi me 3 ditë agjërim dhe lutje intensive. Ishte e nevojshme që trupi dhe shpirti i pjesëmarrësit të ishin të përgatitur për të marrë gjykimin e Zotit. Pas kësaj periudhe përgatitjeje shpirtërore, një kazan i madh me ujë u vendos mbi një zjarr të hapur dhe u nxeh derisa të valonte fuqishëm. Brenda këtij uji bubullues u hodh një objekt i vogël, ndoshta një unaz, ndoshta një gur. Priftërinjt kremtuan një meshë solemne dhe bekuan objektin, duke i kërkuar Zotit që përmes tij të zbulonte të vërtetën mbi pafajësinë ose fajësinë e mbretëreshës. Atmosfera sigurisht ishte e një tensioni ekstrem. Të gjithë të pranishmit e dinin se çfarë do të pasonte. Kampioni i Teutbergës u afrua atëherë te kazani. Në nënvështrimet e vëmendshme të klerikëve, fisnikëve dhe vëzhguesve nga të dyja palët e mosmarrëveshjes, ai zhyti krahun në ujin e valuar, arriti fundin e kazanit dhe nxori objektin. Krahu u fashua menjëherë. Askush nuk mund ta prek ose ta ekzaminonte para momentit të caktuar. 3 ditë të tëra kaluan para se fasha të hiqej përfundimisht dhe kjo ndodhi në praninë e kontrolluar me kujdes të një dëshmitari nga secila. Palë dhe të priftit që mbikëqyrte të gjithë procesin. Momenti i zbulimit ishte i ngarkuar me domethënie të shenjtë. Nëse krahu do të ishte djegur rënd, nëse lëkura do të ishte duke u kalbur ose duke treguar shenja të infeksionit të rënd, kjo do të interpretohej si një shenjë e qartë nga Zoti që tregonte fajësinë e Teutbergës. Por nuk ishte kjo ajo që ndodhi. Kur fasha u hoq, u konstatua se krahu po shërohej siç duhet. Për sytë mesjetar, kjo ishte e padiskutueshme. Zoti e kishte mbrojtur kampionin e mbretëreshës, duke ruajtur mishin e tij nga dëmtimi ekstrem i ujit të valuar, për t'i zbuluar botës pafajësinë e Teutbergës. Ajo u shpall e pafajshme nga gjykimi hyjnor. Ky episod është një shembull klasik i ordalisë ose gjyqit përmes ordalisë. Në latinisht, termi ishte judicium Dei, gjykimi i Zotit. Në një shoqëri thellësisht të krishterë, ku Zoti pranohej si i gjithdijshëm dhe suprem i drejtë, drejtimi të gjykimit hyjnor në raste të vështira nuk ishte iracionalitet, ishte gjëja më logjike për t'u bërë.
dhe në një botë kuptim ku Zoti ishte i aftë të ndryshonte natyrën në formën e mrekullive dhe ku priftërinjtë thërrisnin mrekulli të tilla gjatë meshës në Eukaristi. Ideja se Zoti mund të ndërhynte në një gjyq për të zbuluar të vërtetën ishte krejtësisht koherente. Ordalia që sapo përshkruam në rastin e Teutbergës quhej specifikisht ordalia e ujit të nxehtë ose ordalia e kazanit. Por kjo ishte vetëm një ndër disa modalitete që ekzistuan përgjatë mesjetës. Ordalia e ujit të nxehtë konsiderohet si më e vjetra e ordalive që nuk lidhen me luftimin dhe ndoshta pati origjinën midis frankëve. Përmendja e parë e dokumentuar shfaqet në redaktimin e parë të ligjeve salike, që daton përafërsisht në vitin 510, dhe procedura fillon të shfaqet në ligjet e popujve të tjerë vetëm ndërsa fuqia dhe ndikimi frank zgjerohen nëpër Evropë. Kjo datë thelash sugjeron se praktika mund të ketë rënje në traditat parakrishtere, por praktikisht asgjë nuk dihet me siguri për ndonjë ngjashmëri ose ndryshim midis ordalisë para vitit 510 dhe asaj që njohim nga regjistrimet e mëvonshme. Panorama e ordalive u transformua ndjeshëm me ngjitjen e dinastisë karolinge në fronin frank në mes të shekullit të 8 dhe u zhvillua në një mënyrë edhe më mbresëlënëse gjatë shekullit të 9, nën Karlin e Madh dhe pasardhësit e tij. Lloje të reja ordalish filluan të shfaqen duke reflektuar si rëndësinë në rritje të këtyre gjyqeve, ashtu edhe krijimtarinë, nëse mund ta quajmë kështu, me të cilën shoqëria mesjetare trajtonte çështjen e drejtësisë hyjnore. Një nga këto inovacione ishte ordalia e kryqit. Në këtë procedurë, të dyja palët në mosmarrëveshje qëndronin në këmbë, njëra përballë tjetrës, me krahët e shtrirë në formën e një kryqi, duke e mbajtur këtë pozicion derisa njëra nga palët të dorëzohej nga raskapitja dhe t'i linte krahët të rrëzoheshin. Ai që i uli krahët i pari konsiderohej humbës dhe rrjedhimisht fajtor ose ai që ishte në gabim. Ky modalitet gëzoi një farë populariteti për ca kohë, por përfundoi duke u ndaluar relativisht herët nga perandori Luiq Fetari, djali i Karlit të Madh, i cili e konsideronte praktikën si një mosrespekt ndaj simbolit të shenjtë të kryqit. Modalitetet të tjera, megjithatë, patën jetë shumë më të gjallë. Një nga më ndikueset dhe më të përhapurat ishte ordalia e hekurit të skuqur. Procedura ishte e ngjashme në frymë me atë të ujit të nxehtë, por forma ishte e ndryshme. Në vend që të zhyste dorën në një kazan të valuar, i akuzuari duhej të mbante fort një shufër hekuri inkandeshent dhe të bënte 3 hapa para se ta lëshonte. Ashtu si në ordalinë e ujit të nxehtë, dora më pas fashohej dhe ekzaminohej pas një periudhe të caktuar. Një variacion i kësaj procedure ishte ordalia e veshëve të parmendës të skuqur, që shfaqet e dokumentuar për herë të parë në ligjet e turingëve. Në këtë rast, vesh parmende të nxehur derisa të bëheshin inkandeshent vendoseshin në tokë dhe i akuzuari duhej të ecte mbi ta me këmbë të zhveshura. Një lloj tjetër i rëndësishëm ishte ordalia e ujit të ftohtë, ndoshta e krijuar nën Karlin e Madh me mbështetjen e papatit. I akuzuari hidhej në një lumë të bekuar nga një prith. Nëse zhytej, konsiderohej i pafajshëm. Nëse notonte, uji i shenjtë po e refuzonte atë duke treguar fajsi. Ekziston një keqkuptim mjaft i përhapur sipas të cilit pafajësia përcaktohej nga mbytja, por kjo nuk i përgjigjet realitetit. Kryepeshkopi Hinkmari i Reimsit vëren qartë se një litar duhej t'i lidhej të akuzuarit në mënyrë që ai të mund të nxirrej nga uji në rast se zhytej. Kishte gjithashtu ordalinë e Eukaristisë, e përdorur kryesisht në gjykatat kishtare. I akuzuari jepte betimin e pafajësisë dhe merrte kungimin. Besoi se nëse ishte fajtor do të mbytej me hostin ose do të vdiste brenda një viti. Për një të krishter mesjetar të bindur, marrja e trupit të Krishtit duke mbartur një mëkat të rënd mund të ishte po aq tmerruese sa zhytja e dorës në ujë të valuar, dhe frika ishte e mjaftueshme për t'i çuar shumë njerëz drejt rrëfimit para se të merrnin hostin. Dhe pastaj ishte, mundësisht më e famshmja nga të gjitha, gjyqi përmes luftimit. Akuzuesi dhe i akuzuari përballeshin në betejë. Ky modalitet ishte mjaft i vjetër dhe në shekujt e parë mesjetar ishte më i përhapur se ordalia e ujit të nxehtë, ndonse u desh më shumë kohë për t'u vendosur në disa rajone. Anglosaksonët nuk kanë asnjë përmendje të gjyqit përmes luftimit deri pas pushtimit norman të vitit 1066. Zakonisht ishin vetë palët që luftonin, megjithse lejohej emërimi i një kampioni në rrethana të caktuara, njerëz shumë të rinj, të moshuar, të sëmur ose gra. Ligji i turingëve specifikon se ordalia e veshëve të parmendës duhej të përdorej kur një grua nuk gjente një kampion. Me kalimin e kohës, përdorimi i kampionëve u bë aq i zakonshëm saqë disa njerëz bën karrierë si kampion profesionist luftimi.
Tradicionalisht, luftimi zhvillohej me klava dhe mburoja, por kalorësit filluan të luftonin me armaturë të plotë dhe madje edhe mbi kalë. Në teori, betejë zgjaste deri në dorëzimin e njëre prej palëve, por kur përfshinte akuza për tradhti ose vjedhje me vlerë të lartë, luftimet mund të bëheshin jashtëzakonisht brutale dhe vdekjeprurëse. Është e rëndësishme të dallohet se jo çdo duel mesjetar ishte një ordali. Kishte luftime që ishin thjesht sfida nderi, ku luftëtari më i mirë fitonte pavarësisht se kush kishte të drejtë. Por dueli gjyqësor ishte ndryshe, pritej që Zoti do të ndihmonte luftëtarin që përfaqësonte anën e drejtë, pavarësisht aftësisë. Megjithatë, të gjithë përpiqeshin të merrnin luftëtarin më të mirë të mundshëm. Shumimi i llojeve të reja të ordalive rreth vitit 800 është i lidhur me faktin se ato filluan të përdoren me shumë më tepër shpeshti. Historiani Robert Bartlett e quan periudhën nga parafërsisht viti 800 deri në 1215 si epoka e ordalisë. Bartlett sugjeron se karolingët, veçanërisht Karli i Madh, e shihnin veten si mbajtës të një mbretërie të mbështetur hyjnisht. Zoti kishte lejuar që ata të merrnin fronin dhe, përmes papës, kishte emëruar Karlin e Madh si perandor të romakëve. Që ky shtet hyjnor të funksiononte, ligjet duheshin zbatuar. Ordalia zgjidhte një problem themelor, situatat në të cilat paqartësia pengonte administrimin e drejtësisë. Sipas fjalëve të Bartlett, ishte një instrument për t'u marrë me situata në të cilat njoja e sigurt ishte e pamundur, por pasiguria ishte e patolerueshme. Ky shqetësim për sigurinë është qendror për të kuptuar ordalit, sepse ato nuk përdorshin në të gjitha rastet, as në shumicën e tyre. Drejtësia mesjetar varej nga dëshmitë dhe betimet solemne. Por kur nuk ishte e mundur të mblidheshin dëshmitar të besueshëm ose kur betimet nuk mund të mbështeteshin, përcaktimi i çdo gjëje me siguri ishte i pamundur. Ky ishte një problem akut në rastin e krimeve të fshehta, helmime, vrasje të fshehura, akte që duheshin ndëshkuar për rëndësinë e tyre, por për të cilat rrallë kishte dëshmitar. Ishte në këto raste që ordalit hynin në skenë. Kjo logjik shpjegon pse ordalit ishin shpesh të përdorura në raste të sjelljes së keqe seksuale, si ai të Utbergës, dhe gjithashtu në gjyqe kundër heretikëve duke filluar nga shekulli i 11, ishin aktivitete të praktikuara në fshehtësi, pa dëshmitar. Ordalia e ujit të ftohtë u bë zgjedhja më popullore në gjyqet kundër herezisë, pasi kishte urgjencë për t'i zgjidhur këto raste shpejt. Për fat të keq, kjo urgjencë ndonjëherë çoi në episode të drejtësisë popullore, si në Soissons në vitin 1114, ku të akuzuarit për herezi u linçuan nga turma para se çdo gjyq formal të mund të përfundonte. Ordalit gjithashtu përdoreshin në mosmarrëveshje mbi pronësinë e tokave dhe statusin social. Dy palë që pretendonin të njëjtën pjesë toke mund të thërrisnin dëshmitar dhe të jepnin betime, por si mjet i fundit, një ordali mund të realizohej. Në këto raste luftimi ishte më i zakonshëm, veçanërisht midis fisnikëve me status të ngjashëm. Mosmarrëveshjet mbi statusin social zbulojnë se si ordalit mund të përdoreshin si instrument abuzimi. Në Francën e shekullit të 12, fshatarët që përpiqeshin të provonin se ishin të lirë dhe jo serv, shpesh friksoheshin të hiqnin dorë nga kërcënimi i një ordalie. Një rast ilustrues përfshin Albertin, i cili i vuri zjarrin një hambari të manastirit të Marmotjes, Marmotier, dhe u reduktua në servitut së bashku me gruan e tij Plektruda. Vite më vonë, Plektruda pretendoi se djali i saj Vitalis ishte i lirë, pasi kishte lindur para këtyre ngjarjeve. Mulgjit kërkuan që ajo ta provonte duke ju nënshtruar ordalisë së hekurit të skuqur. Plektruda pranoi fillimisht, por u tërhoq kur shufra inkandeshente u vendos para saj. Betimi i një servi rrallë pranohej si i besueshëm, dhe kur një fshatar përpiqej të provonte statusin e tij të lirisë, ai trajtohej si serv deri në provë të kundërt, gjë që lehtësonte abuzimin. Në pjesën më të madhe të kohës, koncepti i ordalisë ishte gjerësisht i pranuar, por rezultate specifike kontestoheshin. Në rastin e Soissonit në vitin 1114, turma e konsideroi rastin të mbyllur, të akuzuarit kishin notuar, prandaj ishin heretik. Autoritetet kishtare nuk pajtoheshin, qëllimi i kishës kishte qenë gjithmonë konvertimi i heretikëve, dhe përveç kësaj, rezultatet ende nuk ishin interpretuar formalisht. Kur hidhet dikush në një rrymë uji, rezultati mund të jetë mjaft i paqartë. Ekzistojnë raste të dokumentuara në të cilat ordalit u përsëritën disa herë para një gjykimi final. Provat ishin shpesh subjektive, sa e djegur duhej të ishte një dorë për të treguar fajsi, sa duhej të zhytej dikush për t'u deklaruar i pafajshëm. A mund të kishte truke ose ryshfet për priftin?
Por në të njëjtën kohë, njerëzit shpesh respektonin rezultatet dhe e drejta për të udhëhequr ordali u jepet vetëm disa klerikëve të caktuar. Procedurat zakonisht kryeshin larg komunitetit të përfshirë, me shpresën për të shmangur anshmërinë. Gjyqi përmes luftimit ishte më pak i paqartë, por gjithmonë pati debat nëse ishte me të vërtetë ndërhyrje hyjnore apo thjesht forcë dhe aftësi. Kisha ishte praktikisht unanime në dënimin e tij që nga fillimi, por praktika vazhdoi. Është e qartë se gjithmonë kanë ekzistuar zëra që kundërshtonin rrënjësisht konceptin e ordalisë për arsye të ndryshme. Edhe para gjyqit të Teutbergës dhe mbrojtjes së rezultateve të bërë nga Hinkmari i Reimsit, Peshkopi Agobardi i Lionit kishte shkruar librin e tij Liber contra Judicium Dei, i cili, siç sugjeron emri, ishte një libër kundër ordalive. Agobardi i kritikoi ato sepse nuk kishin bazë në shkrimet e shenjta ose në ndonjë traditë tjetër autoritative, dhe sepse thjeshtonin natyrën e panjohshme të gjykimit hyjnor. Për këtë arsye, ai krahasoi ato me parashikimin e fatit, që konsiderohej nga mendimtarët mesjetarë si mishërimi i magjisë pagane, dhe i quajti ordalitë një praktikë supersticioze. Ai argumentoi gjithashtu se një mjet aq i lehtë për të fituar siguri e bënte të kotë promovimin hyjnor të arsyes dhe të gjyqtarëve të drejtë, një paradoks logjik në mentalitetin e krishterë mesjetar. Nëse Zoti u kishte dhënë njerëzve aftësinë për të arsyetuar dhe gjykuar me urtësi, pse do të ofronte një rrugë të shkurtër që t'i bënte këto aftësi të panevojshme? Megjithatë, Agobardi përfaqësonte një pakicë në shekullin e 9. Zëri i tij, sado elokuent që ishte, nuk arriti të ndryshonte rrjedhën e praktikave gjyqësore të kohës së tij. Por skena do të ndryshonte ndjeshëm në shekujt vijues. Në fund të shekullit të 12, të njëjtat argumente të paraqitura nga Agobardi u morën përsëri me një fuqi të përtërir nga figura si Pjetër Kantori, një teolog dhe kanonist nga Parisi që i kritikoi ordalitë në mënyrë të ashpër. Pjetër Kantori ishte veçanërisht i zëshëm mbi çështjen e vënies së Zotit në provë. Ai nuk e hidhte poshtë idenë se Zoti mund të kryente mrekulli ose të ndërhynte në këtë mënyrë. Shumica e njerëzve në kohën e tij besonin me vendosmëri në mrekulli. Por ai vuri re se ishte vërtet arrogante për çdo qenie njerëzore të kërkonte një mrekulli nga Zoti sa herë që t'i konvenonte. Ordalia, në këtë perspektivë, nuk ishte një thirrje e përulur e drejtësisë hyjnore, por një supozim i guximshëm se Zoti ishte i detyruar të përgjigjej sipas kërkesës. Mbrojtësit e ordalisë i drejtoheshin liturgjisë si argument. Eukaristia ishte një thirrje e rregullt e bekimeve hyjnore që prodhonte një mrekulli të njohur. Një pjesë e legjitimitetit të ordalisë rrinte nga afërsia e saj me liturgjinë dhe lutjet për të bekuar kazanin dhe hekurin ishin të ngjashme me ato të përdorura në meshë dhe në pagëzim. Por reformat e shekullit të 12, duke përcaktuar sakramentet dhe të drejtën kanonike me më shumë rreptësi, krijuan një çarje. Mrekullia eukaristike kishte mbështetje biblike dhe ishte ezoterike. Ordalia ishte një inovacion pa bazë shkrimore që banalizonte misteret e Zotit. Kjo armiqësi në rritje e elitave kishtare ndaj ordalive kulmoi në një moment vendimtar të historisë. Në vitin 1215, Papa Inocenti I thiri Koncilin e 4 të Lateranit, një nga koncilet ekumenike më të rëndësishme të gjithë mesjetës. Midis shumë kanoneve të miratuara nga ky koncil, kishte një ndalim të drejtpërdrejtë të pjesëmarrjes klerikale në ordali. Ky ishte fillimi I fundit për gjyqin përmes ordalisë. Është e vërtetë se e drejta kanonike ishte ligji I kishës, dhe ajo nuk I bënte automatikisht ordalitë të paligjshme në gjykatat sekulare, ku ato kryesisht ndodhnin. Por varësia themelore nga priftërinjë që I gjithë procesi I ordalisë të funksiononte, do të thoshte se ky ndalim ishte shkatërimtar I efektshëm. Pa bekimin e një prifti, pa lutjet liturgjike, pa kremtimin e meshës që shoqëronte ritualin, ordalia humbte legjitimitetin dhe domethënien e saj. Nuk ishte më një judicium dei, ishte vetëm një tortur pa qëllim hyjnor. Koncilet kishtare lokale në për të gjithë Evropën ritheksuan kanonet e Koncilit të 4 të Lateranit, dhe gjithnjë e më shumë priftërinj refuzonin të merrnin pjesë në ordali. Disa mbretëri shumë të centralizuara me lidhje të forta papale, si Anglia dhe Danimarka, I ndaluan ordalit pak pas vitit 1215. Të tjerat vonuan më shumë. Por përgjatë një procesi gradual që ushtri në të gjithë shekullin e 13, ordalit u bën të paligjshme ose thjesht u bën të papraktikueshme dhe ranë në mospërdorim në praktikisht të gjithë Evropën katolike.
praktika vazhdoi në disa vende në raste shumë lokale dhe të jashtëzakonshme, diçka për të cilën kisha ankohej rregullisht, por në mënyrë të përgjithshme, epoka e ordalisë kishte arritur në fund, të paktën në botën katolike. Pati, megjithatë, përjashtime gjeografike interesante. Ordalia u prezantua në perandorinë bizantine përmes kryqëzatave dhe arriti deri në principatat ruse. Në të dyja rastet, praktika zgjati më shumë se sa në perëndimin katolik, në pjesën më të madhe për shkak të refuzimit të autoritetit papal në këto rajone. Në rastin bizantin, ordalit vazhduan deri në fundin e vetë perandorisë. Por në këto vende, ato kur nuk arritën të njëjtin popularitet dhe qëndërsi që patën në botën katolike perëndimore. Përjashtimi tjetër i madh ishte gjyqi përmes luftimit. Sepse kisha gjithmonë ishte kundërshtuar ndaj tij dhe sepse ai varej më pak qartë nga një mrekulli e dukshme, priftërinjt rrallë ishin aq të përfshirë në duelet gjyqësore sa ishin në format e tjera të ordalisë. Kjo do të thoshte se luftimi gjyqësor mbijetoi për më gjallë. Edhe kritikët e deklaruar të ordalive, si perandori i perandorisë së shenjtë romake Frederiku I, e mbajtën gjyqin përmes luftimit për akuzat e tradhtisë. Me kalimin e kohës, megjithatë, edhe këto duele ranë në mospërdorim. U ndaluan në shumë kontekste dhe, në fund të mesjetës, ishin bërë mjaft të rralla. Ka regjistrime që sugjerojnë se dueli i fundit gjyqësor në Francë do të kishte ndodhur në vitet 1380, megjithse luftime gjyqësore ende janë kryer në vende të tjera deri në shekullin e 15. Kështu, pavarësisht popularitetit dhe qëndërsisë së ordalive midis viteve 800 dhe 1200, shekujt e fundit të mesjetës nuk e shihnin më këtë procedurë si një element themelor në kërkimin e sigurisë gjyqësore. Në vend të saj, u shfaq procesi inkvizitorial dhe përdorimi i torturës, të cilat paradoksalisht shiheshin nga mentaliteti i kohës si mjete shumë më të besueshme për të marrë të vërtetën në raste po aq të rënda dhe komplekse. Kazani me ujë të valuar ja la vendin dhomës së marrjes në pyetje, dhe shufra e hekurit inkandeshent u zëvendësua nga instrumente të projektuara jo për të zbuluar vullnetin hyjnor, por për të thyer vullnetin njerëzor. Historia e drejtësisë mesjetare është, në analizë të fundit, një histori e transformimeve të thella në marrëdhënien midis fesë, arsyes dhe pushtetit. Ordalit lindën në një botë ku vija midis natyrores dhe mbinatyrores ishte e hollë, ku Zoti shihej si një pjesëmarrës aktiv në çështjet njerëzore dhe ku siguria mund të kërkohej përmes mrekullisë. Rënia e tyre reflekton jo vetëm ndryshime në praktikat ligjore, por një transformim gradual në vetë mënyrën se si shoqëria evropiane konceptonte rolin e Zotit në administrimin e drejtësisë toksore. Nëse ky udhëtim në përbotën magjepse të drejtësisë mesjetare zgjoi kuriozitetin tuaj, nëse ndjet nxehtësinë e atij Kazani bubullues dhe tensionin e atyre 3 ditëve pritjeje për zbulimin hyjnor, atëherë konsideroni të regjistroheni në këtë kanal për të ndjekur më shumë narrativa si kjo. Lini koment, vendosni komentin tuaj më poshtë duke treguar se cili lloj ordalie ju bëri më shumë përshtypje, ose cilin aspekt të mesjetës do të dëshironi të eksploronit në episodet e ardhshme. Pëlqejeni këtë video në mënyrë që më shumë njerëz të mund të zbulojnë këto histori të jashtëzakonshme që e kaluara ka për të na treguar. Sepse historia nuk bëhet vetëm nga mbretër dhe betejë, ajo bëhet nga kazane të vluar, nga krah të fashuar dhe nga një besim aq i thellë saqë njerëzit i besonin fatin e tyre vullnetit të Zotit. Deri herën tjetër.